Besimi në Allahun të mëson se asgjë nuk humbet kur bëhet për hir të Tij. Një buzëqeshje, një fjalë e mirë, një sakrificë e vogël, të gjitha ruhen dhe shpërblehen kur zemra jote lidhet me Krijuesin. Nuk të trondit më humbja kësaj bote, sepse e di që fitimi i vërtet është tek Ai dhe në jetën e përjetshme.